Që ka më bukur kështu. Që ka shumë bukur. Tata, e që ka më shumë. Tata. Çfarë bën? Sa u që ka fuqi. Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në vlogmas numër 3. Mendoj që këtë vlogmas të kemi një gjë që ju e kërkoni shpesh në për vlogmas. Ty tregoj pak a shumë shtëpinë, se si e kam zbukuru, pavarësisht se unë disa skena i kam kap dhe ju kam tregu para një 3-4 vlogjesh, po me detaje dhe me zë, me shpjegim nuk ja u kam tregu. Dhe thash, me që jam në shtëpi, nuk kam dal, dola si që pat para dite me mamin, motrën dhe kalamajt, po një gjë të veçantë tjetër nuk kam bo dhe thash, ky do jetë rasti më i mirë që t'ju tregoj dhomën e ndenjes më shumë se si e kam zbukuru, sepse me thënë të drejtën për 2 dhomat e tjera, për dhomën time dhe çunit nuk kam bo një gjë akoma, kush e di se qa, sepse nuk mund të më lodhi kjo dhoma ndenjes, po sikur nuk më ka ardhur akoma ai frymëzimi se si ta bëj, si t'i bëj dhomat e tjera. Gjithsesi, unë çka kam zbukuru, do ja u tregoj me detaje, do ja u shpjegoj dhe shpresoj që të kënaqeni. Por që të mos të harroj, t'ju tregoj pak dhe 2 blerje të vogla që kam bërë sot te Sinsay, dhe pastaj vazhdoj me pjesën tjetër të videos. Bleva këtë, si quhet kjo? Zbukurim për të dera, nuk e di, detaj për tek dera jashtme, e mora këtë lloj modeli këtë herë, se zakonisht i marr më të ngarkuara, më që ta mbushin syrin më shumë, po kjo kaq elegante, më pëlqeu shumë dhe me thënë të drejtën, çmimin e kishte shumë të mirë. Kjo ka kushtu 3200 lek, super lirë, sepse është shumë e bukur dhe ky hekuri duket që nuk është hekur kot. Ja dhe detajet me këtë lulen tipike që përdoret shumë për këtë periudhë, me këtë si shall këtu, dega e bredhit, ka një 2 gjethe dhe ka dhe një fjongo këtu. Dhe do ta varr kështu, do ja u tregoj dhe ju në momentin që do ta varr. Mora dhe këtë makinën, që unë vdes për këtë makinë në kuqe që mban mbredhin sipër dhe disa dhurata, dhe mbi të gjitha e veçanta kësaj ishte që kishte edhe drita. Unë e di që kam kështu ç'e quhet, bateri që t'ja vendos. Pas kam vetëm 2 si këto, inshallah të doj thjesht 2 kjo, që ta vendos që tani. T'ja tregoj dhe juve. Kjo 2 dashka, po i dashka të holla. Në të holla me sabi nuk kam. Nise, nuk po vënoha më shumë, sepse basi të mbaroj videon do iki se kam lënë çunin te mami. Shkoj të pi një kafe me mamin dhe me çunin edhe pastaj mund të dalim, nuk e di, mund të ikim diku, edhe pse është thjesht e martë, po dhe mund të dalim. Tani unë po i vendos në përvendje edhe këto që kam ble dhe po vazhdoj me videon. Mos harroj t'ju tregoj dhe sa ka bo kjo. Kjo ka kushtu 6500 lek. Është shumë e bukur për çmimin që ka, materiali është i mirë dhe mbi të gjitha ka dhe drita. Po momenti që do i vendos bateritë do e shihni më mirë sepse për momentin nuk paska. Po shumë mos harroj të dalë dhe të blej bateri. Atëherë, kështu duket shtëpia në momentin që sa hyn. Pak a shumë ju e dini strukturën e shtëpisë time. Ta lëviz pak të se kjo s'duhet kri kështu. Po sot kam pas atë zonjën që më ndihmon me punët dhe s'ka faj, se ajo nuk e ka iden se si i lejun këto, se unë janë ndryshoj gjithmonë vendet. Edhe kështu, ja si duket.
Sa e ngrohtë dhe sa e bukur duket shtëpia këtë periudhë. Nuk I ndeza dritat e mobiljes së televizorit sepse I ka shumë të forta. Por pak a shumë kjo është ideja. Këtu është pema, super pema, tavolina, që një nga këto ditë do ta ndroj, do ta marr një të vogël, se ajo na zëven periudhën e vitit të ri. Këtu është zbukurimi I mobiljes së televizorit. T'ja u tregoj edhe nga afër. Është fiks po e njëjta deg si pema. I kam porosit kastile ashtu. Kam vendosur drita, janë po prap dritat e pemës. Qiri, arthyesi, kjo panorama prej xhami që e kam qenë prej shtazanis me Odin. Një qiri që na ra tek advent kalendari numër 1. Një babagjysh, pem, edhe këtu ka dekore, qiri prap, fotoja jon, pem, dekore, babagjyshi, kjo që ju tregova pak më përpara, dhe stolit e tjera, zbukurimet e tjera. Këtu janë dritat që ju kam tregu, dritat e perdes që janë super të bukura. Jashtë po ta shihni kam vendosur dhe drita tek balkoni. Normale. Sado që ky vit më ka kapi çik ndryshe nga vitet e tjera, unë prap jam mundu ta zbukuroj në detaj. Këtu pastaj është pjesa mbrapa e divanit. Kam vendos elf të hëna, në momentin që ndezim hënën, që unë harrova tani ta ndez. Ky elfi duket jashtë mas e bukur. Tavolina, me detajet që ju kam tregu. Pëlqen shumë se si ka dalë kjo pjesa këtu, sepse kjo vaza ishte shumë e thjeshtë, dhe po më vite keq ta hiqja ta ndroja, thjesht I vendosa një fjongo dhe shisa bukur ngjan. I kam vendosur dhe këto karrigeve. Dhe tani pjesa e zonës gatimit. Po t'i shifni, jam mundu që ta zbukuroj me detaj. Kjo duhet ndryshu zuhet lë më 37, sa kam I hy pa e ndryshu. Dhe kështu. Edhe këtë e kam marrë në formë peme. Kam zbukuru dhe këto. Kam këto format këtu që një nga këto ditë do t'i përdorim. Dhe kështu. Kaqe do mandenjes. Më pëlqen jashtë mase shumë, nuk e di si ju duket ju. Sa kam marru këtë detajn që më pëlqen shumë. Kjo pema që e kam marrë vitin e parë të vitit të ri, domethënë të periudhës festive të Odit, që shkruan Odin Our First Love. Është shumë e bukur. Dhe kjo boçja këtu. Nuk e di a ju pëlqeu apo jo. Më pëlqen jashtë mase shumë. Edhe njerëzit e mi kushdo që ka ardhur ka pa, thënë Kamil bravo të qoftë, ke bë punë shumë bukur. Unë me zor pres të vinë në shtëpi dhe domethënë nuk më hiket pastaj, aq shumë e shijoj. Dhe këto janë pak a shumë detajet e zbukurimet e këtij viti, po ju thash dhe ju tregoj në ditët në vijim dhe çado shtojmë ndonjë detaj tek dhomat. Tani un po iki, sepse siç ju thash do shkoj të pi një kafe me mamin, do marr çunin dhe kur të vim pastaj do shohim çat na ka qellu tek advent kalendari.